luash ti me bukën, moj, o Gerta. Nuk mund të luash me bukën, ma more nga dora. Ma more nga dora. Ku e vure? Ma more nga dora. Ku e vure bukën? Bukën ma more nga dora. Dhe ma dhe surati. Pse ta mora nga dora? Të të vije turp. Nuk mund të luash me bukë. Të vije turp. Pa bukë. O Lajrë, se ke mësua akoma këtë fjallën, më. Nuk jeton dot njeri. Me që meresh me korrigjimin e fjallëve. Se kemi ardhë me korrigju fjallët këtu. Me bukën, të të vije turp. Dhe ma hedh mua. Ka një dialekt që quhet ma hedh mu ftyrë. Po ti e ke gjykuar për këtë vije turp, e ke vënë në loj për këtë fjallë. Këtë Valbonën e ke vënë në loj vetëm për këtë fjallën të vije turp. Ti turpi nuk e nje, moj vajz. Nuk e nje. Nuk e nje. Dhe se besoj se ke njof në herë. Sot po të pëlqen? Që po alert, po të pëlqen? Nuk e nje. Se e ke gjykuar Valbonën vetëm për këtë fjallën. Në emisionin tënd që e ke gjykuar Valbonën për këtë fjallën, e ke tallur, të vije turp. E ke falur. Në zez, moj vajz, me këto veprime që bën. Gjemo një ngjarjen tënde, bollu more me tjerët. Po nuk ka kjo. Maj balkonit shef rrugicën kjo vetëm u tallë me bukën. Unë me ju do merrem. Vetëm me bukën. Ja kështu do rri. Po ja këtu duke sot ditur do rri, do ju shoh juve dhe do merrem me ju. Vazhdo sot ditë. Po. Po kështu. Me ju do merrem. Thuaj me këtë tani. Fashja e zez. Do merrem edhe me ty, që thua unë kur me Valbonën, unë me Valbonën kur më je tallur, e ke legenosur Valbonën, ajo çast ka thënë, ti e mbylle dhe prap faqa zezu ktheve. Dhe prap jemi bashkë. Dhe faqet zezu ktheve ke Valbona. E kupton? Se që ke bërë vetes në këtë lojë. Prandaj vishe me zeza. Po, ashtu si që edhe vetë. Bravo. Faqe zi. Bravo. Jepi, nxirr perla tjera nga goja. Vazhdo sha njerëzit. Jo, nuk sha njerëz. Janë shumë krenar ata që të dëgjojnë këtë. Unë nuk sha njerëz. Unë kam një njeri përballë i cili nuk ka dinjitet fare dhe shtyllë kurrizore. Sepse thot të 100 fjalë dhe ndërkohë të gjitha ato fjalët ky njeri që mban era qen. Je vetë po ti. Ky njeri që mban era qen. I vendos mbi kokën tënde me krenari në ballë edhe kthesh sërish tek ajo vajza që çaske thon. Dhe kjo vajza që gjithashtu çaska thon për ty. I dhe vetë përgjigjen. Vetëm për hir të lojës. Pyetjes tënde dhe i thua me kë, e ke humb logjikën dhe arsyetimin. Prandaj fillon shan. Prandaj fillon shan.